Mjekja e njohur do ju befasoj. Nga sot pini një lugë vaj ulliri esëll dhe shikoni çfarë ndodh. Konsumi një lugë vaj ulliri do ju ndihmojë të jetoni më gjatë sipas ekspertëve. Vaj ulliri një element kyç i dietës mesdhetare dhe një shëndeti të mirë, për shumë kohësh rekomandohet si shumë i dobishëm për shëndetin. Mjekja Sara Breuer dhe dietologja Juliet Kello thotë se vaji i ullirit ju shton disa vite të jetës suaj sipas Daily Mail. Ato thonë se përbërësi zakonshëm i gatimit përmban antioksidant. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmoni shumë. Të cilët ndihmojnë për të parandaluar dhe ngadalësuar rritjen e problemeve si dhe për të zvogëluar edhe sulme në zemër ose goditje në tru, disa prej të cilave janë vërtet të zakonshme në botë. Gjithashtu mund të ndodhë të zvogëlojë efektet dëmtuese të kolesterolit, presionit të lartë të gjakut dhe sëmundjeve që lidhen me moshën, si dhe përmirësimi i funksioneve njohëse, thonë ekspertët. Pretendimet e tyre i shtohen vetit e provave shkencore që sugjerojnë se vaji i ullirit mund të ndihmojë që njerëzit të shmangin problemet e tyre. Vaji i ullirit ka shumë kalori, kështu që duhet të përdoret me kufizim. Mjekët sugjerojnë një lugë gjedhe në ditë. Gjithashtu përmban vitaminën E që mban lëkurën dhe sytë e shëndetshëm, si dhe forcon sistemin imunitar. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale. Ai njihet për efektet pozitive në zemër, por mrekullitë që bën në trup shkon përtej kësaj. Sipas Brightside, duhet të konsumoni çdo mëngjes një lugë gjedhe vaji i ullirit për këto arsye. Përmirëson shëndetin e lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen e intjen dhe ngadalëson shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Ai ndihmon edhe në humbjen e peshës. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur me vaj ulliri, ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në humbjen e peshës. Vaji i ullirit është i mirë për shëndetin e trurit dhe ndihmon shumë në këtë aspekt. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Vaji i ullirit përmirëson shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit përmirësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimet e mëngjesit të shkaktuara nga artriti. Vaji i ullirit zvogëlon edhe inflamacionin. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacioni. Vaji i ullirit përmirëson shëndetin e zorrve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçër. Vaji i ullirit është provuar se lufton baktere dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të shkatërrojë bakteriet e dëmshme në më pak se 14 ditë. Shtimi i vajit të ullirit në regjimin tuaj ushqimor mund të ketë efekte të tij pozitive kundër një sër komplikacionesh. Vaji i ullirit është një produkt të cilët janë thurur shumë lavde prej shekuj me radhë dhe kjo plot me të drejtë. Çdo popullat në botë që ka bazuar ushqyerjen e saj te vaji i ullirit ka pasur shëndetin e mirë dhe jetën e gjatë. Shembull për këtë janë edhe vendet e mesdheut ku janë provuar vlera shëndetësore që përfshin vaji i ullirit në stilin e tyre të ushqyerjes. E njëjta gjë vlen edhe për Spanjën. Studimet kanë treguar se konsumi i vajit të ullirit ka çuar gjithashtu edhe në rënien e humbjes së jetës me 27% tek personat që e përdorin. Vaji i ullirit kombinohet në mënyra të shëndetshme në ushqime të tjera. Të dhëna shkencore sugjerojnë që vaji i ullirit kombinohet mjaft mirë me ushqyesje dhe përbërësit e tjerë të sallatave dhe mund t'i japë gjithashtu rezultate fantastike edhe në ushqyerjen tuaj. Po kështu vaji i ullirit ul tensionin e gjakut dhe mbron
edhe shëndetin tuaj, pasi mban omega-3 dhe mund të ofrojë shumë përfitime. Nëse vajin e ullirit e përdorni për marinim dhe gatimin e mishit, atëherë do t'i jepni atij një shtresë të mirë të antioksidantëve dhe do të largoni kimikatet të dëmshme që çlirohen gjatë temperaturave të larta. Nëse vajin e ullirit e përdornin me perime, atëherë do të përfitoni një dozë të fuqishme të antioksidantëve dhe të vitaminave. Antioksidantët e vaj ullirit janë të rëndësishëm për shëndetin. Antioksidantët tek ushqyesit ndikojnë tek organizmi dhe mirëqenia jonë dhe kanë qenë një subjekt i rëndësishëm i studimeve shkencore. Autoritetet për sigurinë shëndetësore në Bashkimin Evropian kanë pranuar rëndësinë e antioksidantëve në vajin e ullirit në uljen e kolesterolit dhe një nga shkaktarët më të këqij janë problemet të zemrës. Antioksidantët e vaj ullirit arrin të neutralizojnë kimikatet të këqija që formohen në trup dhe shkaktojnë një sër komplikacionesh të rënda. Lloje të ndryshme të vajit të ullirit dhe siguria në gatim mund të jetë shumë e rëndësishme. Vajin e ullirit mund ta përdorni për skuqje, kaurdisje dhe pjekje, për sa kohë temperatura e përdorur nuk kalon 200 gradë Celsius. Rrjedhimisht ekspertët sugjerojnë vajin e ullirit si një përzgjedhje fantastike. Një studim i kohëve të fundit ka treguar se përdorimi i rregullt i vajit të ullirit në gatim nuk rrit riskun e problemeve të zemrës. Antioksidantët që përmban vaji i ullirit mund të zbehen gjatë gatimit, por mbeten të paprekur. Këshillat kryesore të vajit të ullirit janë gjithashtu edhe më të larmishme. Vaji i ullirit mund të përdoret në pjekje, skuqje, kaurdisje, rosto, spërkatje, aromatizim ose thjesht për të lyer një fetbuk të thekur, dhe siç e bën atë mund t'i japë edhe shije vërtet të mirë. Ekspertët rekomandojnë nëse konsumin e vajit të ullirit në çdo vakt, madje edhe në mëngjes, mund ta shoqëroni edhe me ushqyesit tuaj të preferuar. Vaji i ullirit është pa diskutim mbreti i tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai përmban fenole sterile dhe acide yndyrore si acidi lineolik dhe palmitik. Acidi oleik dhe yndyrnat esenciale për një shëndet më të mirë, duke qenë se është lehtësisht i tretshëm. Vajin e ullirit mund ta konsumoni në gjellra, sallata, por a e dini se çfarë ndodh nëse pini një lugë gjelle vaj ulliri çdo ditë me stomakun bosh? Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies ose keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni këtë truk. Të pini një lugë gjelle vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të vajit të ullirit dhe vitaminat e tij të shumta mbrojnë qelizat dhe përmirësojnë ndjeshëm funksionet e sistemit tuaj imunitar. Ushqen fytyn e thatë, trajton aknet dhe rënien e flokut. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë, sidomos nëse ndjeni lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazhim i thjeshtë me pak vaj ulliri ose ta kombinoni me të verdhën e vezës, pure karote ose vaj kokosi dhe fytyra juaj do të fillojë të ndjejë ndryshimet e para. Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Ajo kryen disa funksione, metabolizon të gjitha elementet ushqimor, siç janë yndyrnat, proteinat, karbohidratet, vitaminat, kriptomineralet e tjera. Prodhon substanca për të përthithur vitaminën K, ndihmon në përthithjen e vitaminës A nga beta-karoten, prodhon enzima për të tretur ushqimin. Funksionon si detoksifikues për të larguar lëndët toksike që janë marrë nga ushqimi ose janë prodhuar në aparatin tretës. Ekspertët thonë se si çdo organ tjetër edhe mëlçia ka nevojë të detoksifikohet. Përzieni një lugë gjelle vaj ulliri me një lugë gjelle lëng limoni dhe pini atë esëll në mëngjes. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi as në regjimet ushqimore të personave që vuajnë nga diabeti. Madje sipas ekspertëve duhet të konsumohet ushqimi i gatuar me vaj ulliri pasi do të ulë kolesterolin e keq dhe do të balancojë glukozën në trup. Ekspertët e cilësojnë vajin e ullirit si një prej vajrave më të rëndësishëm ushqyes. Një studim i vitit 2018 nga Franca botuar në Fort Irons in psikologjisë shqyrtoi rolin e acideve yndyrore të pangopura në efektet e tij në pikëllimin e trurit siç janë ankthi dhe depresioni. Studimet zbuluan se nivelet të ulta të acideve yndyrore omega-3 kishin efekte negative në sjelljen e lidhjes me gjendjen shpirtërore dhe yndyrnat të sugjeruara nga polinerin të pangopura që mund të jenë të dobishme në trajtimin e çrregullimeve neuropsikiatrike. Vëmendje.
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.